Skema kombëtare e investimeve 2025 ka përmbyllur me sukses fazën e aplikimeve më 30 shtator, duke shënuar një interes të lartë nga fermerët në të gjithë vendin. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andi Salla, bëri të ditur nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale se janë regjistruar gjithsej 801 aplikime për 9 masa mbështetëse, të cilat synojnë modernizimin e fermave, rritjen e prodhimit vendas dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonave rurale. Salla thekson se procesi aktualisht ndodhet në fazën e shqyrtimit administrativ në përputhje me kriteret dhe afatet e përcaktuara në udhëzimet e skemës për të siguruar transparencë, korrektësi dhe mbështetje reale për çdo fermer që investon në të ardhmen e bujqësisë shqiptare. Skema kombëtare e investimeve 2025 ofron mbështetje financiare për 20 milion eurosh dhe përfshin mbështetje në formën e granteve deri në 50% të vlerës së investimit, kredit të buta me normë interesi 2%, si dhe garanci sovrane për lehtësimin e aksesit në financim. Fushat e investimit që përfshihen në skemë janë të gjera dhe gjithëpërfshirëse, ndërtimi i serave diellore, mbjellje të reja me pemë frutore, ullinj dhe breshta, sisteme moderne ujitje, rjeta mbrojtëse antibreshër, pajisje dhe infrastrukturë për blegtori dhe shpendari, përpunim dhe paketimi i produkteve bujqësore, si dhe mbështetje për sektorin e akuakulturës. Pas përfundimit të shqyrtimit administrative, aplikimet që plotësojnë kriteret do të kalojnë në fazën e vlerësimit teknik dhe për zgjedhjes përfundimtare të përfituesve në bazë të një renditje të drejtë dhe transparente.